Pothuajse gjysma e të rinjve në shkollat e mesme në Shkodër janë konsumatorë të duhanit, ndërsa ky fenomen, sipas psikologëve, është përhapur ndjeshëm edhe në shkollat nëntëvjeçare. Në një aktivitet sensibilizues të organizuar në shkollën e mesme 28 nëntori, në ditën botërore kundër duhanpirjes, psikologu Fatjon Taipi tha se në bazë të statistikave, mbi 40% e nxënësve janë duhanpirës. Në një studim që kena bërë një herët me gjimnazin, kena rreth 30-40% të nxënësve që shprehen që një shok i jemi ose shumica e shokëve të mi janë përdorues të duhanit dhe cigares. Patjetër që është shumë e lartë sepse i takon gjysma që e komplet të rive dhe gjimnazistëve që përdorin cigare. Ndërsa drejtori rajonal i operatorit të kujdesit shëndetësor në Shkodër, Visar Jetina, dha një mesazh në këtë ditë. Tema që ne kishim zgjidhur sot në këtë aktivitet sensibilizues duhani rruga drejt së keqes, është më shumë se sa një paralajmërim. Është një thirrje që ne i bëjmë rinisë për me zgjedhë një jetë shëndetshme. I bëjmë thirrje të jetojnë të lirë nga varësitë të cilat dëmtojnë jo vetëm trupin, por edhe mendjen. Vetë nxënësit tregojnë se konsumimi i duhanit në radhët e tyre është gjithnjë e më problem. Në shoqërinë time në shkollë gjithashtu edhe në familje gjithashtu ka shumë njerëz që konsumojnë duhanin. Edhe gjithashtu duhani nuk është i dëmshëm vetëm për ata që e konsumojnë, por edhe ata që janë pjesë atij ambienti aty në njerëzve që e pinë duhanin. Ky aktivitet që është bërë sot është bërë për me nënvlerësu jo vetëm duhanpirësit që e bëjnë pra damin, jo vetëm vetit tyne, por edhe për sa i përket duhanpirjes pasive, që do të thotë dami që i bëjnë edhe të tjerëve rreth tyre. Dita botërore kundër duhanpirjes synon të rrisë ndërgjegjësimin e publikut mbi ndikimin që ka përdorimi i duhanit, si dhe dëmeve që sill konsumimi i tij në shëndetin tonë.